Sheve dhe mënyrës se çfarë objektiva kam pas skuadra, atëherë kemi ditë që ndeshjet kryesore do të jenë Podujeva dhe në Suarik. Llapi me kualitetin që ka pas, na kemi thonë shpesh, kështu që është dosh me kona e skuadra që me rivalizu dritën për titullin kampion, ndërsa ndodhi këtë e kundër ta siguroj mbjetesën në ndeshjen e fundit kampionatit. Mbjetesën jo, por pozitën paraoshit që po realisht ka mujt me konë edhe ma keq, sepse me një rezultat negativ sot edhe me fiturën e mundshme të Suarikës në derbi kundër Ballkanit, kish mujt mu largu këtë nga elita e futbollit kosovar. Kështu që nuk është befasi nëse themi që Llapi e kam pusht Dugagjini, sepse e dim që me kualitet Llapi qëndron më mirë se ndoshta shumica e skuadrave në Superligë. Mendoj që ka qenë rezultati i pritshëm në aspektin e asaj se çfarë kontingjenti kanë skuadrat edhe mënyrën se e dim se çfarë skuadre është Llapi dhe si luan Llapi si vendas. Kësaj herë ka pasur motiv shtesë për shkak se ju kanë ndeshur pikë me çdo kusht. Ndërsa ndeshje tjera e kom përcjell pak ndeshjen e Prishtinës me Malishevën, ka lënë përshtypje që Prishtina ju kishte dhënë hapësinë futbollistëve të ri që kanë pas edhe pak minutazh. Kështu që është gjë e mirë për skuadrat që gjërat e fundit domethënë japin mundësi, sepse gara është diçka tjetër, ndërsa ndeshjet miqësore janë diçka tjetër. Ndërsa rezultatet tjera thuaj se kanë qenë të pritshme ose më mirë me thonë pa ndonjë objektiv që skuadrat kanë luftuar për diçka në këtë gjë. Ndonse edhe Feriza Xhilani ishte ndeshje me rivalitet të madh, duke marrë parasysh se secila prej tyre ishte në pritje të dështimit të Malishevës në duelin ndaj Prishtinës për të ndrruar për pozitën e tretë. Po, realisht e kemi ditë që është shumë e vështirë sepse Malisheva ka pas dy rezultate në dispozicion. Edhe barazimi e ka mbajt në vendin e tretë ku e çon në Evropë, kështu që ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, duke pasur që Prishtina para 3 ditë ka luajtur një ndeshje finale, ka qenë shumë e lodhur, Malisheva ka pas pushim më të madh. Malisheva ka luajtur me komplet ekipën e parë, ndërsa Prishtina kishte bërë shumë ndryshime, kështu që ka qenë shumë e vështirë kjo pjesë, po realisht ashtu është, çu po thotë, me një fitore eventuale të Prishtinës ose më mirë më thonë me një rezultat befasues në këtë ndeshje, sepse e kemi ditë që ka qenë shumë e vështirë që Prishtina me atë përbërje me marrë rezultat pozitiv me Malishevën, po si do të jetë, mendoj që skuadrat në këtë kampionat me mënyrën se çysh kanë performu, kanë marrë ato se çka kanë merituar në kontinuitet ose të përgjithshme në këtij kampionati. Blendi